është një histori që nuk është vetëm një sukses. Nuk mundemi me qujtë veç sukses, është krenari kombëtare nga Kosova në Spanjë dhe jo thjesht pjesëmarrje, por me çmimin më të madh, Grand Prix. Orkestra e fëmijëve dhe të rinjve Amadeus ka bo diçka që nuk ndodh çdo ditë. Ka vendos Kosovën në maj të festivalit ndërkombëtar mes 10 orkestrave nga krejt bota dhe pas këtij suksesi qëndron talenti të rinjve, vizioni, puna dhe përkushtimi i njerëzve të cilët i udhëheqin këta të rinj. Me mua sot është dirigjenti Bebe Shosholli, edhe më lejo fillimisht me të përgozu për këtë arritje të jashtëzakonshme Bebe. Faleminderit për ftesën. Qatë energjin që full për japim qëtone të qëtashte, po mdo këtë që unë e duna me ardhë gjithësysh, sa konsiderohet i ri, deri në qëfar moshë mu june me ardhë dhe me marë pjesë? Ki fjallën për muzikë, kur nuk është vunë. Për nime? Kur nuk është vunë, sidomos me energjin tonë, unë besoj që i te kalon shumë hapa, te qysh njofte para, kështu që mos e ndje vetin që kem betë më mbrapa. S'ka lidhje mosha? Ja, absolutisht, ti je shumë kohë për me fillu me muzikën, me energjin që ke. Qysh jem me disponem, si ka qenë kjo 10 ditë i fundit për ty? 10 ditë i fundit ka qenë i mirë shumë, duke pas parasysh faktin që kemi pranu urime lavdata kështu prej anëkënd Kosovës, mos guxoj me thonë edhe botës, po sinqerisht mirë, ndjen shumë e mirë, ndjen e veçantë, po. Ai momenti, do të ndalem tani tek ai moment. Kur e ke kuptu ti që do më thonë keni marrë pjesë, keni konkuru për me marrë pjesë në këto festival shumë të rëndësishëm i cili mbahet në Spanjë. Tregom çush bëhet përzgjedhja e këngëve, muzikës, performancës për festivale të tilla. Secili festivali ka ato veçantitë e veta, karakteristikat e veta që e dallon prej një festivali tjetër. Nëse guxoj me bë pak një elaborim krejt kështu. Në Vjenë kur kemi marrë pjesë vitin e kaluar, ka qenë një festival që ka qenë ndoshta ka kërkuar detaje më tepër, sidomos në aspektin e kostumografisë, e paraqitjes skenike që kemi bërë aty, ndërsa për dallim prej festivalit në Vjenë, ky në Spanjë është fokusuar tepër tek programet dhe tek paraqitja në skenë sa i përket asaj se çka luajmë. Ndërsa në Vjenë përveç se asaj çka luajmë, i kanë dhënë shumë rëndësi edhe pjesës qostumeve. Kështu që ne kemi ndërtu kështu një skenar tonë, ne kemi bërë një plan tonë se si do dukemi aty dhe sinqerisht ka qenë paraqitje shumë dinjitoze. E këtu në Spanjë nuk është që i kanë dhënë shumë rëndësi veshjeve, prandaj dhe nuk kemi fokusuar tek veshja, kemi dashur jemi vesh në mënyrë elegante, pa detaje të kostumeve tona tradicionale, kombëtare, jemi fokusuar shumë atëherë tek programi çka do të luajmë. Nuk kanë qenë të cekura çfarë veprash të performojmë, po ne paraprakisht i kemi vendos vetes disa kritere që të paraqitemi në formë më të mirë të mundshme dhe më serioze që mund të paraqit një orkestër dhe si shkak se kësaj masandej po besoj që jemi përzgjedhur si të parët. Nëse mundesh mi tregu Donikos, çush është me dirigju një orkestër të re, një orkestër në një skenë ndërkombëtare, ku po besoj presioni është shumë i madh, por në njëjtën kohë e ki një grup mosh pak më të re. Unë mas pari kisha dashur me prit drejtoreshën tonë Hanën, se Hana Kaçurelja jon. A do sa i du çikat Kaçurela? Nështë pse jam vetë, kom që veç qika Kaçurela me pas afër vetës. Mirë se ke ardhë në studion e Drive on Dis në Radio Dukagjini. Hana Petrovci është edhe drejtoresha e shkollës Amadeus. Mirë se ke ardhë. Mirë se gjeta, më falni për vonesën. S'ka lidhje, jo na knaq. Jo, s'po dyshoj. Po na kaloj ke me energji. Gati po na kaloj ke. Edhe më tha, je gati, s'ka lidhje mosha, hajde bëu pjesë. Edhe herën e kaluar të kom thonë, atë kujtohet. Po, domethënë unë po më duket që sot hajde që sot pushem garantje, ne? Por nesër muj më ardh me bu aplikimin. Online. Po ma marrin ati fëmia, pse po na ente këto? Tregom të lutem Bebe, çush është me dirigju një orkestër që është pak më e re në moshë, por me prezantu para një skene çat gjigante ndërkombëtare. Çfarë përgjithësi është? Roli i dirigentit realisht është një prej roleve kështu më kulminante në muzikë. E ki atë drejtën e vendosjes programit, është ajo brendësia jote paraqitet në muzikimin që e bojnë të tjerë. Domethënë mundesh me kërku shprehjen muzikore ashtu siç e ndjen, frazimet muzikore, çdo gjë që i përket muzikës është karakteri yt. Domethënë karakterin tënd, brendësinë tonë, ato se si ti e mendon një vepër,
qysh është ndjej kompozitori e paraqet përmes dirigjimit aty, përmes kërkesave që i bën gjatë provave. Kështu që është sinqerisht është ndjen shumë e mirë, është përgjegjësi shumë e madhe. Krahas suksesit në raste të caktuara, duhet me pas parasysh edhe faktin që mundet me dështu koncerti dhe normalisht që këto krejt ju atribuohen masandej dirigjentit. Apo doli mirë, s'doli mirë, kështu që po edhe në rastin kur kemi dilema me hanën sa i përket zgjedhjes së programit e ku ta diun në gjëra të tjera, unë gjithmonë e përdor atë kartonin kështu, lema mu përsipër, unë e marr përgjegjësi nëse ndodh diçka. Fatmirësisht deri tash kanë ndodhur gjëra të bukura, kështu që po i shohim për ata të cilët janë në YouTube me ne live në këto momente, po i shohim pamjet e performancës në Vjenë, nëse nuk gaboj, janë këto pamje. Po, Golden Hall, po ndoshta ndarja e çmimeve këtu ka qenë, edhe po më shihni që ndoshta pak kom hezituar me u ngrit në atë kështu ngritjen e dirigjentit sepse ka pas një aplauz shumë të madh nga prindrit që kemi pas prezent aty. Audiencën tonë të flakë që du me i falenderu, edhe i falenderoj nga çdo studio, po du me i falenderu edhe prej këtu. Kemi prind të jashtëzakonshëm që nuk na lën vetë në asnjë rrugtim tonin që kemi. Unë nuk guxoj më shumë se 10 sekonda me këshir këto pamje se çush po i fshin çaj djali lot. Unë ja nisi kohë tash. Unë e di u kom pa det live në transmetim, po kom hy në Facebook edhe e di emocionet e mia. Domethënë i thësha disa familjarëve të cilët janë edhe pjesë që i kanë dërguar fëmijët e tyre në shkollën e juaj. Do më thonë, e kom pas bindjen që fëmijët e mi janë ata atë. Kështu që po besoj Hana që edhe për ty ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm, sikur se ky në Vjenë ashtu njëjtë edhe kjo që ndodhi në Spanjë. Po du me ditë, ky sukses është rrugtimi, është rezultati një rrugtimi shumë gjatë. Është. Definitivisht. Edhe çdo vit ju po e dëshmoni më shumë veten sa i përket përkushtimit, sukseseve, rrugtimit edhe gjithçka. Por çka do thot për Hanën personalisht ky çmim? E kam pas kështu si vizion çdo herë, në fakt nuk e kam imagjinu që kam e bë kaq e madhe orkestra, po gjithmonë e kam pas një vizion kështu i kam pa 4-5 cello bashk, një 10 violina aty, një. Në fillim kanë qenë 3-4. Po çdo herë i kom pa kështu i kom pa kështu si ëndër disa flauta klarineta, veç të bashku me bashk, që veç me qenë në skenë, veç i kom pa. Edhe tash kur po isha që jam bo 55. Wow, 55. 55 janë. E jashtëzakonshme. Po përbes. Kështu është, nuk di, unë sa herë shumë rrekullohem, edhe në prova, edhe në koncerte, kështu emocionohem sa herë shoh. Janë fantastik. Janë fantastik, po definitivisht unë besoj që gjithçka në jetë është prej do më thonë majës, do më thonë ku vazhdojnë ana, do më thonë kur çfarë energjie jep, qysh i motivon, qysh mundosh me ju tregu çka është muzika. Unë pak minuta ma herët kom fol për 5 këngët që zgjon astronautët çdo ditë me ato 5 këngë prej gjumit. Edhe thash nuk muj mi kuptu njerëzit të cilët kur zgjohen prej gjumit nuk e vendosin një këngë, ose ju shkon dita pa muzikë. E di qysh ju jeni ty i sistemoni një shije, një stel, një motivim, një arsye për me jetu nëpërmjet muzikës këtyre fëmijëve. Ke shumë drejt, po edhe ata e kuptojnë, edhe ata na kuptojnë edhe neve, po edhe janë shumë kështu të përkushtuar, sinqerisht. Pasionum? Janë shumë. Domethënë ka shumë elemente që i bëjmë bashkë aty me dëshirë, edhe shoqënia, edhe instrumenti, edhe energjia jon, edhe dirigjenti, dhe gjithçka është kështu shumë elemente që bëhen bashkë edhe. A ka qenë vështirë me ndërtu një orkestër deri këtu ku është sot? Ka qenë përbes, ka qenë shumë. A ka qenë më shumë vështirë financiarisht apo në forma të tjera? Që të dyja, po financiarisht ka qenë, domethënë, ashtu kulmja, që thonë qershia. Po, ajo ka qenë më e vështira, po na e kemi pas një bashkëpunim çdo herë me dirigjentin edhe me krejt stafin, nuk kemi pas fare presion sa i përket asaj pjese, po nuk kemi vazhdu qysh do që ka qenë, me ose pa vështirësi ne kemi vazhdu punën. Vështirë ka qenë fillimisht me i mbledh fëmijët, me i seleksionu kush ka mundësi me lujt, çka ka mundësi me lujt, me zgjedh programin në kuadër të çka fëmijët munden me lujt, bashkimi i tyre në prova, ka qenë shumë vështirë. Është vështirë, po me rëndësi është që ata kur vinë pa përtesë, vinë me dëshirë tash, vinë me shumë vullnet. Shumë me ardhë çfarë çmime po marrin. Po marrin se kam punu. Po normal, po kjo është e bukura që kur e sheh.
Çka thash? Energjin barabar me Donikën. E ke ditë që kjo karika me të bokat. E dita unë ke ditë. Thash në pozicion mbrojtës që jeni Bebe, po du mu këty, te, a ka pas do një moment emocional gjatë kësaj performance që keni pas në Spanjë që nuk i me arru kur? A të ndonë ndë njerë që ndë njeri prej atyre fëmijeve të thot diçka gjatë performancës, apo është 100% ndalume me folë? Me e ki fjallën kontakti gjatë performancës. Gjatë performancës. Kemi ato kontaktet me sy, që ku e kemi edhe një me shenja, po. Me shenja muzikore, janë disa momente që ndoshta veç ju e kuptone. E kuptojmë, e shoh që diçka nuk on rregull, ja bëjnë prit një takt, hin mas andej, ma çet, ma këtu, ndonjë gabim të mundshëm eventual, kështu që për këtë arsye unë jam aty, ndonjëherë mos u gut me se pesho që po do më fillu para një takt më herët ose diçka, ka dole se është momenti yt më vonë e diçka gjona të tilla. Momentet e kështu po them komunikimit në skenë janë shumë profesionale, sinqerisht edhe pse këta janë fëmijë dhe të rinj, kanë kriju një përvojë të jashtëzakonshme dhe paramendo Donika me u rrit nga mosha 10 vjeçare duke luajtur në violin vepra kulminante botërore, siç është për shembull veprat Beethovenit dhe të Haydnit. Çka ndodh me një instrumentist kur ti bën 30 vjet? Çfarë përvoje ka, çfarë bagazhi ka dhe sa është në gjendje me kontribu artit edhe kulturës në vendin tonë. Kështu që po mendoj që është të rëndësishme të vazhdohen gjona të tilla, nuk u flas vetëm për orkestrën Amadeus, po edhe për këndimin koral e orkestrat të tjera, që ne t'i sigurojmë vetvetes një të ardhmë shumë të ndritur në aspektin kulturor. Sa bukur e ke thonë, prej moshës 10 vjeçare, me qenë duke performuar në krejt këto, do me thonë, vende, salla, të jashtëzakonshme, ti me moshën 30 vjeçare, astronautit do këtë zero. Golden Hall e kemi pane vetëm në koncertet e Filharmonisë së Vjenës, ndërsa sot, dhe më thonë, instrumentistë nga Kosova kanë arrit me performu aty. Po arrim me performu në sallat të ndryshme, nuk po flasë vetëm për orkestra Amadeus, por kështu në përgjithësi. Dhe llogaritet i çfarë kulture, çfarë pritshmërish kanë ata instrumentistë nga udhëhecësit tonë nesër mas nesër. Nuk lejojnë do si do më ndërtu salla aty, çka po diune mujnë skenu salla do si do për koncerte, por i qesin paka shumë edhe disa kritere. Inshallah fillon të ndërtohet, inshallah bëhet, inshallah këtë orkestër kena me pas mundësi sa më shpejt me po duke bu hapjen zyrtare të asaj salle. Sinqerisht unë po emocionona shumë sa herë po i shoh videot e juaja. Çka e dallon orkestrën Amadeus nga orkestrat e tjera? Nuk po du me fol për këto vendore, po flas për ato ndërkombëtare. Orkestrën tonë, kështu e them me kompetencë, me përgjegjësi të plot, e dallon energjia që kemi, harmonia në grup. Jemi një grup që funksionojmë shumë mirë, duke filluar nga drejtoresha Hana, unë e komplet stafi tjetër, çdo fëmijë aty që është përmendje dhe Hana vjen me dëshirën më të madhe për me qenë pjesë e provave. Vjen pa pritesë, del kështu kushtimisht po them paka shumë pse po përfundon prova kaq shpejt, nuk kemi më po njëri me tjetrin ku ta diune. Domethënë e shijojnë çdo provë dhe energjia jon e bën që provat jenë relaksuese për fëmijët, mos jenë të mërzitshme, përkundërse që ndrojnë orë të tëra duke performuar bashkë. Kështu që energjia unë mendoj që është ajo kulmi i suksesit tonë ose pika më e fortë që ne kemi. Sa bukur. Hana, çfarë roli luajnë prindrit? Krejt këtë rrugë tem t'ju jenë? Prindrit i kemi dorë të djathtë. Sinqerisht po. Ata janë dorë të djathtë, janë krahu i djathtë dhe për krahës në çdo aspekt. Për vetë faktin që i sjellin fëmijët në prova edhe vikendeve, më thënë se deshta pak mund të lidh me vevion, fëmijët tash nuk pyesin a kemi prova të shtunën, po a kemi prova dillën. U shkriva. Është, domethënë janë, më thënë edhe vetë prindrit prej fillimit ata kanë besuar në ne, po tashmë edhe e kuptuar që as ata vetë s'kan më vikende, se nuk udhtojnë më arrin për shkak të provave, sepse na e vetmja ditë kur mundemi me u mbledh kështu në tërësi janë vikendet. Kështu që prind kanë sakrifikuar edhe prej jetës së tyre, bukvalisht që ti mbajnë fëmijët në Prishtinë për punë të provave. Dhe jashtëzakonshme. Me të vërtet, po janë sinqerisht përkrahje shumë e madhe e jona, e orkestrës, e fëmijëve tyre.
edhe në çdo udhim kudo që ne shkojmë ata vinë, bëjnë tifo për ne edhe janë aty për çfarëdo rasti që mund të kemi. A ka ndonjë histori inspiruese nga ndonjë antar i orkestrës që ju ka prek veçanërisht? Për të mirë, për çfarëdo aspekti? Ndonjë antar që e ka ndoshta historinë ose mënyrën se çush është i lidhur me një instrument apo çka do qoftë. Po besoj që s'mundeni mi nda, po ndoshta është dikush që është jashtëzakonisht i lidhur me instrumentin e vet që kushtimisht në thojza po e shtihet e pranë. Janë shumë të lidhur me instrumentin e tyre, po unë po du me nda rastin e një violoncellistes tonë që vjen more qoftë koncert performancë 10 minutëshe, 5 minutëshe, 30 minuta, 40 minuta vjen nga Tirana me autobus, vjen e mban koncertin këtu tek ne edhe pret autobusin e radhës edhe kthehet krap në Tiranë. Kështu Sa vjeçare është? Ajo vjen bashkë me, zakonisht vjen me nanën e saj, Anja është 13 vjeçare. Kështu që kemi raste të tilla, është Amelia që vjen pikërisht edhe kjo nga Tirana. Do të thonë kemi fëmijë që e sakrifikojnë atë kohën e tyre të lirë, gjithçka tjetër vetëm për me qenë pjesë e muzikimit. Lumna që i kemi këta fëmijë që ju kemi juve. Nëse i kishit përshkruajt këtë eksperiencë tuaj në Spanjë, eksperienca e cila shumë shpejt ka më ardhur, nëse nuk gaboj, është në Poloni, në Çeki. Apo në Çeki. Qysh e kishit përshkruar me një fjalë këtë eksperiencë dhe këto triumfe që i keni vazhdimisht? Po përveç se të mrekullueshme nuk di çka mund të thon më shumë. Sinqerisht po, është një përvojë sa sfiduese, aq edhe e bukur, aq pastaj të shton ndjenjë të krenarisë të jashtëzakonshme, kështu që është një mix i emocionit, por që në fund çdo herë thotë që e ka vlerë shumë. Hana, a mendon që duhet secili prind që po na dëgjon këto momente me fut fëmijën e vet në një program muzikor qysh në moshë të re, apo duhet me do e mos me ditë nëse fëmiu i vet ka talent për muzikë? Po talenti është një parakusht shumë i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm, dhe nëse fëmiu ka talent, atëherë pjesa tjetër 90% është pjesë e punës edhe angazhimit. Kështu që kushdo që ka talent është jashtëzakonshëm nëse e kyçe në cilin do, ose në instrument muzikor ose në këndim, po në art në përgjithësi, sepse i ndihmon shumë, ajo e zhvillon edhe intelektualisht, edhe shpirtnisht, edhe e fisnikron, edhe do të thonë është një kulturë në vete. Sa bukur e thënë. Pavarësisht nëse ka me pas profesion ose jo nesër muzikën, po ajo që të mbetet prej muzikës, prej instrumentit është diçka që nuk shlyhet kur, do të thonë nuk mundesh me fitu më vonë. Bebe. Unë e kësha bo dhe kush dore në zemër kësha bo dhe kush një kultivu pak shia muzikore me ditë gjërat e reja që ka me ndëgju dhe që ka ju E kemi diskutu me kolegun tem i cili e ka studiu muzikën dhe ka qenë pjesë e një orkestre, ajo më të shprej mirë një pjesë e një korit fakultetit, edhe e kemi diskutu punën e muzikës klasike në Kosovë, qysh vite ma herët, pavarësisht që janë mundu me organizu festivale në Kosovë, nuk është që ka gëzu reputacion të duhur kjo muzikë. Edhe sot ka orkestra si ju, angazhime, festivale të shumta, të cilat po i bojnë që edhe gjeneratat e reja me qenë pjesë e kësaj. Është duke u kthy vëmendja edhe nga muzika artistike po e quaj, kështu që unë mendoj që edhe pse kështu shumë nga dal, po prap ka përmirësime që unë po vrejt fakten. Dhe cili është hapi radhës për orkestrën tënde? Por orkestrën Amadeus ne kemi shumë plane së bashku me Hanën, ashtu që edhe e përmendëm, është Çekia që na pret në Korrek, është koncerti me festivalin Ram Lahaj që do të mbahet në Prishtinë, viti 2027 besoj do të na gjejnë në Belgjik, në njëra nga udhëtimet tona. Po ajo çka është plani jonë kështu sa i përket ngritjes së orkestrës është plotësimi me instrumente të reja. Unë gjithmonë kam disa kushte që i qes kështu në punën time, e Hana ballafaqohet shumë me ato. Kështu që e kemi plan me marrë një vepër shumë të bukur për interpretim,
Ndërsa ne kom qitë kushtin që do të ketë edhe trombona, edhe jemi në fazën kështu e kërkimit të negociatave. A keni përkrahje prej institucioneve të vendit tonë, nëse nuk gaboj në mbledhjen në një prej mbledhjeve pika e fundit ka qenë edhe përkraja për udhëtimin tuaj? Po, fatmirësisht kemi pas përkrahje në fakt që nga fillimi. Bravo, shumë mirë. Kemi pas përkrahje që nga fillimi kur është themeluar orkestra dhe pastaj edhe gjatë rrugtimit ton të provave gjitha ato koncerteve, kemi pas përkrahje nga Ministria e Kulturës, nga biznese që operojnë në Kosovë, por për këto udhëtime në Vjenë tash në Spanjë si dhe atë në Çeki e ka marrë përsipër, më thonë është për kujdes qeveria e Kosovës për të gjitha këto përfaqësime. Prandaj edhe ne jemi shumë të lumtur që jemi kthy jo të paktën, po jemi kthy me shpërblime dhe nuk ka shku dëm përkrahja e madhe që është bë nga qeveria. Asnjëherë nuk shkon dëm. E vërtet. Asnjëherë performanca të cilën unë kom pa dhe kom dëgju, ajo asnjëherë nuk shkon dëm, përkundrazi duhet mi motivu krejt neve se që kjo është mënyra ma e duhur që do të me përfacu shtetin ton.